Hoteli Koloseu në Shkodër vjen si një atrakcion mjaft i dashur për qytetarët shkodranë dhe jo vetëm. I vendosur hishëm në pedonalen e bukur Koli Drumeno, për të sjellë një gamë të gjerë shërbimesh, të cilat kanë kryefjalët e tyre cilësinë. Jashtëmi të tërheqë me arkitekturën e veçantë ku është pikë ndalesa e të gjithëve ne. Përshëndetje miq të Living, ja ku takohemi sërish nëpërmjet ekranit të Star Plus Televizion. Në këtë puntat ne do sjellim për ju një hotel, spa, bar dhe restorant mjaft të njohur në qytetin e Shkodrës, siç është Hotel Koloseu në Shkodër, i vendosur në qendër të qytetit, në pedonalen muzeale të Kol i Drumenos, me një gamë të gjerë shërbimesh mjaft cilësore. Aty ku cilësia dhe shërbimi bashkohen së bashku për të sjellë më të mirën për ju. Ju ftojmë të na ndiqni në këtë puntat për të zbuluar të gjitha këto hap pas hapi. Do sjellim në Living Hoteli Koloseu në një tjetër dimension, duke prekur nga pak të gjitha shërbimet për t'ju servirur edhe ju miqve tanë. Sapo hym në hall, një ambient mjaft modern serviret për syrin, duke të orientuar me atë çka hoteli ofron. I ndarë në ambiente të ndryshme me një ndriçim të këndshëm, aty ku klasikja dhe modernja së bashku ndërthuren shumë bukur. Klasikja vërehet në çdo detaj dhe vjen mjaft këndshëm dhe qetësues për të gjithë. Takohemi me menaxherin e Hoteli Koloseu, Marseli Dragusha, nga ku na prezanton me shërbimet që ky hotel ofron. Hotel Koloseu operon për 19 viteve në treg. Jemi patjetër një biznes i suksesshëm. Ofrojmë shërbimet e hotelerisë, baret, restoranti, pasticceria, ambientet spa, salla konferencë. Jemi të suksesshëm sepse vizioni jonë është të plotësojmë kërkesat e klientit dhe të tejkalojmë pritshmëritë e tyre. Qytetarët shkodranj çdo ditë më shumë frekuentojnë ambientet e këndshme të barit që ky hotel ofron. Me ambiente të brendshme apo të jashtme, shkodranët dhe jo vetëm mund të shijojnë cilësinë e një kafeje të mirë, pije të freskët ose të ngrohtë dhe pa harruar ëmbëlsirat e shijshme për të cilat do flasim më vonë. Hotel Koloseu ka 3 bare. Bari i vjetër është i pagzuar kështu nga vetë klientat, bari i ri dhe bar terraca. Po të vëmë re, arredimi i bar terracës është më rinor, po ashtu dhe muzika përzgjedhur. Ky bar ka një terracë që ofron një pamje të mrekullueshme të qendrës të qytetit Shkodrës.
Hoteli Colosseo nga vetë struktura dhe stili sjell një frymë bashkëkohore moderne, duke u afruar me stilin italian. Nga vetë arredimi i barit të jashtëm mund ta ndjesh një gjë të tillë. Bare këto të preferueshme shumë, sidomos në stinën e verës për të kaluar pasditet e verës në freski të plotë. E gjithashtu, Bar Tarrac ofron ambiente të rehatshme dhe mjaft moderne, ku klientela më së shumti është më rinore. Pasditeve ose darkave, është bukur të shijohet një pije e mirë e përgatitur me mjaft kujdes nga baristët për të sjellë mjaft shije për klientët e për ta shijuar këtë pije në terracën e bukur me pamjen magjepsëse të Pedonales Muzeale Colli Drumeno. Nuk mbarojmë me kaq, ëmbëlsirat e shishme të përgatitur nga pastiqerët e Hotel Colosseo janë një pikë mjaft e fortë të këtij kompleksi, duke ofruar çdo ditë ëmbëlsira të shishme dhe të freskëta. Klientët e Hotel Colosseo në Shkodër, me mjaft bindje, e themi se konsumojnë vërtet produkte të freskëta. Nuk mund të la pa përmend po ashtu edhe pastiqerinë, e cila çdo ditë me përkushtim punojnë për të sjellë pranë klientave amëlsina cilësore po ashtu edhe të freskëta. Ndalemi tek hoteli, i cili mirëpret çdo ditë turist nga gjithë bota, duke bashkëndar kultura të ndryshme, me kushte mjaft moderne dhe një arredim të veçantë, secila dhomë ka stilin dhe veçantinë e vet. Një nga koordinatorët pranë Hotel Colosseo në Shkodër, Kristina Ulçinaku, na tregon më shumë detaje në lidhje me hotelin. Hotel Colosseo ka 45 dhoma, të fillu prej dhoma etike, dhoma dyshe, dopjo, treshe, apartamente dhe suite. Panullja kryesisht e favorizon Hotel Colosseo sepse jena në qendër të qytetit, edhe turistat kanë tonë atraksionet më të bukura të qytetit tonë kanë shumë afër me qytetin edhe në kam. Shumë turistë, jo shumë, por tonë ata që i presin hotel nalen tek recepcioni për me kërku informacione për me kalu 2 ditë, 1 ditë në Shkodër. Dhe normalisht mikpritja është një faktor tjetër kyç që dallon Colosseon prej hoteleve tjera.
Mikpritja në recepcion, mikpritja kudo, me insistimin në dhënie informacione nga më të ndryshme, ndoshta jo me kërkesë klientave, po me insistu që me i tregu çdo bukuri ku mundin me shëtit në Shkodër. Ka raste për shembull për klienta që rrinë më gjatë se një javë, ndoshta 2 javë, më shumë dhe familjarizona, më shumë se ç'duhet ka herë, i trajtojmë si familjar. Ndoshta një mazdite me kalu bashkë ose mi ofru guida ne të stafit mazdite në pjesën e lirë të kohës, bëjmë guida me vetë klientat, ushqetisim në qytetin edhe do të thonë është një plus që nga komentet që vetë klientat lajnë ose nga reagimet e tyre është diçka që pak kush për mos me thonë askush nuk ka afron Shkodër që na bën edhe me kanë më të preferuar për klientave. Këto vite më shumë po vejmë re një rritje të numrit të turistave që kanë si destinacion qytetin tonë dhe hotelin tonë kryesisht. Në qovë se më përpara sezoni ko kanë më i kufizum në 3 muajt e verës, ose në 4 muajt, tashmë fillon që në prill, që në pranverë, më rënë në fund vjeshtës, në fund tetorit. Do të thonë edhe fluksi i klientave është për pjesën më të madhe të vitit. Si nis një ditë e zakonshme në hotel për të gjithë pushuesit, pikërisht nis me mëngjesin e shijshëm, i cili shërbehet në ambientin e restorantit. Ne patëm mundësi të ishim aty për ta shijuar edhe ne mëngjesin e mrekullueshëm. Nga të ëmblat e deri të kripurat, me mjaft fruta për të marrë shumë energji, siç një mëngjes duhet të jetë. Me pije të ndryshme, mëngjesi nis mjaft bukur në hoteli Koloseo. Pas mëngjesit, mundesh mjaft mirë të shijosh një kafe ose pije në bare të ndryshme që ky hotel ofron. Duke sjellë për vizitorët e shumtë atraksione nga më të ndryshmet, për t'u ndjerë sa më komod dhe sa më mirë. Nuk mbetemi me kaq, hoteli Koloseu and Spa ofron ambiente çlollëse për të gjithë klientët e vet dhe jo vetëm. Ne i vizituam këto ambiente për të parë më nga afër palestrën, e cila është të mjaft të pëlqyeshme, sidomos edhe nga qytetarët shkodran, të cilët duan të mbajnë trupin në formë. Vazhdojmë me pishinën e brendshme, e cila ofron një ambient relaksues, jo vetëm për ato klientë të cilët e zgjedhin për të mbajtur trupin në formë, por edhe për vetë klientët e hotelit, të cilët mjaft të mirë kalojnë momente në pishinë. Për
të vijuar me ambientet e masazhit dhe saunës. Gjithçka mund të kërkoni për të relaksuar e gjeni tek Hotel Koloseu and Spa në Shkodër. Pasi ke kaluar mjaft orë relaksuese, menjëherë duket se vjen orari drekës. Zhvendosemi në kuzhinë për të takuar shefin e kuzhinës Bruno Koka për të mësuar çfarë do na përgatis për sot në living. Cilësia është një pikë e fortë e këtij hoteli. Çdo produkt që zgjidhet në restorant fillimisht të matet nëpërmjet detektorit për përqindjen e nitrateve. Për të qenë të sigurt në ushqimet që përgatiten, çdo produkt që në momentin që blihet dhe në momentin që gatuhet në kuzhinë është i kontrolluar. Ndodhemi në ambientet e kuzhinës këtu tek Hotel Koloseu në Shkodër dhe jam pikërisht me shefin e kuzhinës Brunon. Përshëndetje Bruno. Përshëndetje, mirë se erdhi. Duam të dim çfarë gatuhet më së shumti këtu tek Hotel Koloseu. Këtu tek Hotel Koloseu gatuhen shumë lloje kuzhinash, të fillu prej tradicionales, që është më e kërkuara edhe prej turistave, nga që frekuentohet shumë hoteli prej turistave, por kalohet pastaj edhe në kuzhinën italiane, kryesisht, spanjolle, gjermane, kena edhe pjata franceze, që duhet me ja plotësu dëshirën çdo klientit që vjen. Sigurisht, sepse vin klientë shumë të huaj që vin nga gjitha vendet dhe duhet ja plotësoni të gjitha kushtet. Është një gamë gjanë recetash që gatuhen tek Hotel Koloseu. Sa vite keni që punoni këtu? Këtu po mbahen 9 vjet. Goxha vite, duhet themi. Goxha vite. Mirë, çfarë do të na përgatisësh për ne sot? Për ju sot për emisionin tuaj kemi zgjidhur një pjatë tradicionale spanjole, që është la paella, që është edhe me shumë ngjyra, edhe me shumë shije, edhe është e plotë me vlera ushqyese, është diçka shumë e bukur. Cilët janë ingredientët që duan për përgatitje? Ingredientët e kemi rreshtu këtu. Është një pjatë që përzihet, është një miks ndërmjet perimeve, filetit puls, edhe produkteve të detit, që janë frutat e detit, edhe orizi që është baza. Pastaj do ta shohim procedurën si do të njeket edhe si do të gatuhet. Cila është procedura e parë? Procedura e parë, xejm tiganin, skuqim qepen, frutat e detit, pjesa e ingredienteve që vonojnë më tepër për më gatu. Pastaj disa do t'i lajmë përdorim edhe për dekorin, për pjesën sipër. Po, që është një pjesë shumë e rëndësishme, duhet thënë. Po, pjesë shumë e rëndësishme, pra edhe shija edhe dekori, pastaj do të përfundohet në furr rreth 5 minuta edhe atë është gati. Në rregull, atëherë na ndiqni hap pas hapi. Presim qepin kubik. Atë sa na mjafton. Dhe e hedhim në tigan. E hedhim të tiganin pasi është zero vaj. Presim edhe hudrën. Për t'i dhënë edhe shijen e saj. Normal. Pastaj fillojmë, bëjmë gati perimet. I prejmë imët besoj. I prejmë në juliena. Kjo është forma që duhet të priten të gjitha perimet? Jo, mund të përdoren edhe forma tjera, por kjo është forma më dekorative, sepse shija është aty, ingredientat janë. Mjafton të plotësojnë edhe pjesën e dekorit. Po. Edhe karotat? Ndërkohë përzim qepin. Tani presim karotën. Presim karotën. Si pjatë duket që ka shumë vlera ushqyese. Shumë vlera ushqyese. Shumë e ngopur me shije. I hedhim edhe këto në tigan. Ulim pak zjarë.
A është një pjatë që kërkohet? Po, kërkohet. Jo faktikisht është një pjatë kur bëhen 2 deri në 3 vetë që e kërkoj. Mund bëhet edhe personale. Tani vazhdojmë prapë me perimet. Kemi edhe patligjanin dhe kungullin. Shtojmë me këtu në tiga. Tani i përziem gjitha bashkë. Po. Çfarë duhet i shtojmë më pas? Shtojmë kallamarët. Janë pastruar për gati. Pulën. Duhet ta bashkojmë bashkë me pulën që në këtë moment. Po. Çfarë kohe duhet për tu përgatitur kjo pjatë? Kjo përgatitet në kohën që vonon orizi për muzi. Pra atë sa ka orizi, rreth 15 minuta, 20 minuta, atë që është edhe koha pjatës. Pra, sikur të kesh ingredientet e duhur, kjo është një pjatë që mund të bëhet lehtësisht, apo jo? Po, lehtësisht, dhe mund të përdorën edhe më pak ingredienta se që përdora vetë, në kushte shtëpijet, për shkak mund të mos jenë tan ingredientat, mund të përdorën më pak edhe del prapë shishme, prapë me larmin ngjyrash. Mjafton me përdor çka ke dëshirë që të pëlqen më tepër. Por cilët janë ingredientet esencial të cilët nuk duhet të mungojnë? Karkalecat, kallamarët edhe perimet. Kjo mund bëhet edhe vetëm me perime, se ka disa lloje paellash. Po. Është me perime me mish, me perime me peshk. Kjo është miksja që na të bën që është më e kompletuar. Këto janë bizelet. Tomatet e prerën në kubik. Tu kemi shkëri 2 bustina zaferano. Po. Edhe për ngjyrus edhe për shije, që do t'ja hellim brenda. Kur është momenti që duhet ja hedhim? Tani në këto momente sa ta përzdi. Shtojmë edhe karkalecat e sipërfaqes, kurse ata të thellësisë do t'i lajmë sipër për dekori. Do shtojmë orizin. E përzim bashkë me A duhet ta skuqim pak orizin? Jo, vetëm thjesht me përzi, edhe nuk do të përzihet më, do të lahet derisa të zihet. Sepse po fillon me përzi, atëherë merr trajtën e risottos, edhe ndryshon procedura gatimi. Shtojmë edhe zaferanën të shkrirë. Edhe pak paprika. Speci ëmbël i blu, që i lidh shijen shumë mirë të filetit puls me frutat e detit orizi. Dhe pastaj lihet vetëm derisa të zihet orizi. Pastaj rregullojmë me kripë dhe biber. Pastaj shtojmë brodën e peshkut që e përftojmë ose nga zimja e kokave të karkalecit, që mund i pastrojmë, ose nga uji edhe dadi peshkut. Në këtë rast si e kemi përftuar? Këtë rast e kam përftuar me një fumatur peshkut, që është e gatshme me përzihet. E shtoj. I bëjmë vend gjithë masës. Dhe për sa minuta duhet? Kaq nuk e përzim më tepër. Edhe kjo lihet derisa të zihet orizi. Domethënë 5 minuta para se mu zi orizi, para se më përfundu, do të kompletojmë pjatën me salmonin kubik, sipër, edhe karkalecat e thellësisë. Pastaj do ta fusim furr edhe. Kështu që për me shpejtu pak procedurën, mund t'i vëmë një kapak edhe të zinë.
5 minuta apo jo përpara? Po, 5 minuta përpara përfundimit, shtrojmë dhe ingredientat e fundit, që është salmoni, i prerën kubik, Po. karkaleci i thellësisë. Pasi edhe këto kanë një kohë të shkurtër gatimit për 5 minuta. Prandaj vendosen në fund apo Në jo? fund. Dhe sa minuta duhet lënë? Rreth 5 minuta. Nuk Aq sa zinë edhe orizi, jo, nuk përzihet fare. Pastaj do t'i fusim në furrë, i vendosim pra kapakun. I presim edhe 5 minuta. Pastaj i fusim në furrë rreth 3 minuta dhe ashtu shërbehet pastaj. Në këtë momente ka edhe finalja e përgatitjes së kësaj pjate. Siç e shohim, ka pi gjithë langun rizi, edhe do të bëna gati me furrë, pasi e kemi nxjerr furrën me 240 gradë. Edhe do ta lajm rreth 3-4 minuta mjafton. Atëherë fikum zjarmin. Po, dhe e vendosim në furrë. E vendosim në furrë. Atëherë përfundojmë pjesën e dekorit me feta limoni, Është një pjatë me shumë ngjyra. me shumë ngjyra, edhe limoni e pat freskinë. Për sa persona është kjo pjatë? Kjo është për 3 deri në 4 persona, Pastaj çfarë i vëmë dekor? pak gjethe mendet. Edhe është e përfunduar, pasi është e tengopën si pjatë, edhe me shije, Edhe është gati për edhe me servirje ngjyra, apo edhe jo? është gati për servirje. Hotel Koloseu po është një restorant me një arredim mjaft modern, është shumë komod për klientat. Ky restorant mirëpret klienta jo vetëm shqiptar, por edhe të huaj që vinë nga vende të ndryshme të botës. Po ashtu është mjaft i preferuar dhe për rastet familjare. Restoranti ka një verandë të mrekullueshme që lejon klientin që të zgjedhin si do të jetë rasti i tyre. Kështu rasti ka veçantinë e vet. Kemi një menu mjaft të larmishme të kuzhinës shqiptare, po ashtu edhe të kuzhinës të huaj. Menuet tradicionale metet mjaft e pëlqyer për klientët e huaj, sepse janë shumë kurioz të dinë kulturën dhe shijet tona, po ashtu edhe në kuzhinën e huaj jemi në përditësim që të sjellim shije të reja gjithmonë te klientat. Një ambient mjaft i dashur, duke qenë i përshtatshëm për klientët, të cilët zgjedhin të kalojnë një drekë ose darkë të këndshme në restorantin e Hotel Koloseu. Me një menu të larmishme për të sjellë gatime tradicionale dhe moderne të kulturave të ndryshme, për të shijuar shijen e vërtetë të një gatimi të përgatitur me shumë kujdes nga shefi i kuzhinës dhe stafi mjaft i përgatitur. Ambienti i brendshëm dhe i jashtëm është mjaft i përshtatshëm për rastet e juaja familjare, nga ku mund të alternoni ambientet. Nga ditëlindjet e deri tek fejesa apo edhe dasma, janë ambientet, kuzhina dhe shërbimi i përpikt, të cilët të lejojnë të festosh në mënyrën më të bukur të mundshme.
momenti të njihemi me disa nga tipet e dhomave të cilat mund t'i zgjidhni nëse vendosni të pushoni pranë Hotel Koloseu në Shkodër. Kjo është një dhomë apartament e cila të ofron një dhomë ndenje mjaft të rahatshme. Një dhomë gjumi dhe sigurisht duke menduar edhe për të vegjëlit tuaj. Me një ambient për të gatuar, ku ju keni të gjitha kushtet e nevojshme nëse dëshironi të gatuani vetë. Dhe sigurisht tualeti me ambiente mjaft bashkëkohore. Gjithashtu, twin room e përshtatshme për 2 persona apo triple room për 3 persona. Nga vetë arredimi mjaft i ngrohtë është menduar në detaje, duke sjellë një frymë familjariteti për të gjithë turistët. Sa po hyn brenda në suite arrin të ndjesh klasiken e ndërthurur me detajet moderne. Perfeksioni mbizotëron në çdo detaj, ku stafi i përgatitur përpiqet çdo ditë të sjellë cilësi në detajet më të vogla. Pikturat në mure gjithashtu janë një tjetër element që vije të re në çdo dhomë, duke i dhënë më shumë hijeshi arredimit. Gjithashtu, nga suita ka pamje mjaft të këndshme të qytetit të Shkodrës, ku mund ta shijoni edhe duke qëndruar në balkon. Imagjinoni në një suite të tillë duke shijuar edhe shërbimin në dhomë, të cilin mund ta përfitoni lehtësisht duke telefonuar, dhe atë çfarë ju dëshironi mund ta keni menjëherë në dhomën tuaj. Ka disa lloje klientësh që Hotel Koloseu mirëpret, duke i ndarë në ato që vinë për herë të parë dhe ato të cilët vinë një herë dhe rikthehen çdo vit të kënaqur me shërbimin. Ne mirëpresim klienta nga më të ndryshmit. Kjo ndoshta edhe në varësi të sezoneve, si pas sezonit tull, sezonit nalt. Kena klienta që rezervojnë nëpërmjet agjensive të ndryshme, me cilat kena kontrata disa vjeçare, punojmë shumë mirë. Janë klienta që rezervojnë nëpërmjet faqeve siteve online. Janë klienta që rezervojnë direkt me hotelin. Kena pjesën tjetër që janë klientat besnik të Koloseu, që vinë gjithmonë te Koloseu emigranta ndoshta, kryesisht që ato pushime që vinë me i kalu në Shqipëni zgjallin me i kalu gjithmonë te Koloseu. Klienta biznesit, këto kryesisht në periudhën e sezonit tullt, domethënë klienta që vinë, që kanë biznese të ndryshme në Shkodër, klienta italian, klienta anglez. Klientat e biznesit përfshin klientat e sallës konferencë, domethënë ato klientat që rezervojnë sallën e konferencë dhe njëkohësisht marrin atë shërbimin e hotelerisë, sepse aktivitetet e tyre mund zgjasin disa ditë, sallë konferencë 2-3 ditore, ose qoftë edhe javore, që bëjnë takime të ndryshme vendet e rajonit ose qoftë edhe bizneset e organizata shqiptare.
Një pjesë mjaft e kërkuar është edhe salla e konferencave, duke qenë një pikë mjaft e rëndësishme për të gjithë ato klientë të cilët duan të zhvillojnë një trajnim, takim apo konferencë për shtyp. Salla e konferencave së bashku me shërbimet e tjera plotësuese të saj është mjaft e përshtatshme. Një nga shërbimet tona më kryesore është edhe salla konferencave, që ka një kapacitet për 200 personash maksimal. Përshtatet në forma nga më të ndryshme në varësi të kërkesave të klientave, që mund të jetë një takim pune, mund të jetë një seminar, mund të jetë një trajnim, disa auditor, jo vetëm një auditor, mund të jetë një promovim një libri, mund të jetë një konferencë për shtyp, siç e kanë bërë shumë shpesh. Dhe kjo shoqënohet nga kërkesa për shërbime tjera për klientave, qoftë për aktivitete që zgjashin më shumë se një ditë, për shërbimet e hotelërisë, për bar, për restorant, për shërbimin e coffee break-ut, për një drek, për një koktejl ndoshta në fund të aktivitetit, ose ja vlen përmend edhe fakti që kohët e fundit ofrojmë edhe shërbimin catering pranë zyrave të bizneseve, pranë institucioneve, sipas kërkesave të klientave. Jo vetëm për një pushim kafe, jo vetëm për një bufe, por një catering. Në një staf ku ekziston harmonia dhe korrektësia në punë, gjithçka shkon me përpikmëri. Aty ku secili di detyrat e tij, është edhe arsyeja pse në Hotel Koloseu në Shkodër çdo shërbim ofrohet në mënyrën më të mirë të mundshme. Kemi një staf mjaft të kualifikuar, i cili punon për ditë me përkushtim, që sjellin maksimumin. Kjo bën që të ofrojmë cilësi maksimale në shërbimet që ofrojmë. Po ashtu stafi bëhet pjesë e trajnimeve të ndryshme, stafin e karakterizon harmonia që ka dhe kjo na bën që të ndihemi krenar për punën tonë. I vendosur në qendër të Shkodrës, Hotel Koloseu Shkodër vjen si një ndër atraksionet më të dashura për të gjithë. Çdo kush gjen shërbimin që kërkon për të relaksuar dhe ndier mirë në shoqërinë e njerëzve më të dashur.